dhe unë ftoj çdo qytetar të arsyeshëm që beson që mund të kontribuojë në këto momente për qetësimin e klimës politike dhe kthimin e saj në një rrugë ku është më normale. Të njerëz që duan të krijojnë, të punojnë dhe jo të bllokojnë, jo të sabotojnë, jo të stagnojnë. Republika ka nevojë për zhvillim të shpejtë dhe jo për qëndrim në vend. Besoj që kohët e fundit po stagnon, është kthye nga një arenë ku të gjithë së bashku ta çojmë Republikën përpara, është kthye në një arenë dy luftimesh të brendshme, të baltosjes, të sulmes ndaj njëri tjetrit, në atë formë që vetëm Republikën e pengojnë, vetëm rrugën e Kosovës. Zonja Osmani, si se thatë, pra ka kohë që është në politikë, në garë partijake, por ju nuk jeni bashkuar, tash është momentumi tjetër, po thoni për shkak stagnimit, për shkak situatës, moment. Po, kam pas edhe në të kaluarën, domethënë kam pas mundësi që të angazhohem, nuk e kam një vetën të gatshëm, kam pas rrugtimin tim profesional, akademik dhe rrugtimin tim personal dhe nuk kam qenë i gatshëm, them të drejtën. Çka ju bindi përfundimisht kësaj radhe? Kësaj radhe më ka bindur më së shumti tendenca e partisë në pushtet për të instaluar një regjim që kontrollon të gjitha institucionet. Tendenca e lëvizjes vetëvendosje në veçanti për të kontrolluar institucionin e presidentit e kam pasi një goditje shumë të madhe ndaj Republikës, edhe unë besoj që është mirë kushdo që mund të kontribuoj, që kjo të mos do të kontribuoj, sepse... Të e keni vrejtur edhe kohë me parë, vitin parë, se ka pas tendencë për kontrolluar presidencën, zonjën Osmani? Po, ka pas tendenca, gjithmonë. Dhe ju si bashkëpunëtori afërt e keni vrejtur këtë? Po, ka pas, domethënë, ne kemi vrejtur edhe nga jashtë, ka pas tendenca të vazhdueshme që të kontrollohet presidencia Osmani, sidomos në raportet ndërkombëtare, praninë e saj në arenën ndërkombëtare, sidomos në raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dikujt i kanë penguar këtu, nuk e di pse, akoma nuk e di, është për habi, por kjo qasje që Kosova të ketë një president që nuk komunikon me jashtë, nuk komunikon me botën, unë besoj e kam pa me shumë shqetësim. Aq më tepër kur Kosova ka shumë nevojë për aleat, ka shumë nevojë që të forcohet ndërkombëtarisht jashtë, ka shumë nevojë që të integrohet në proceset integruese, sidomos në Bashkimin Evropian, ku jemi vendi i fundit në Ballkanin Perëndimor, që nuk kemi as statusin e vendit kandidat. Kemi humbur shumë edhe në proceset integruese në Këshillin e Evropës, kemi rrugë shumë të vështirë përpara për të antarësuar në NATO, dhe kjo bëhet vetëm me miq dhe me aleat. Dhe unë kam përshtypjen që tendenca e partisë në pushtet është që të bllokojë rrugën e Kosovës për integrimet euroatlantike. Dhe unë këto e shoh me një shqetësim shumë të madh. Dhe unë do të kontribuoj më aq sa mundem dhe aq sa di. Mi sigurisht do të diskutojmë edhe këto që i thatë, zonja Dërguti na u bashkua, thash se hera e parë, tash në cilësinë